Në një aktivitet të zhvilluar këtë javë, Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi një platformë digjitale dhe një asistent virtual në portalin e fermerit, një mjet i dedikuar për informim, udhëzim dhe trajnime direkte në terren. Qëllimi i këtij inovacioni është të ndihmojnë fermerët të plotësojnë standardet e kërkuara nga tregjet europiane dhe të përmirësojnë praktikat e tyre në bujqësi, sigurinë ushqimore dhe peshkim, duke u referuar kapitujve 11, 12 dhe 13 të bisedimeve me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama theksoi se mbështetja për fermerët ka pasur një rritje të ndjeshme gjatë qeverisjes socialiste. Numri i fermerëve që merrnin një mbështetje simbolike nga shteti ishte 5600. Sot është 67500. Dhe nuk bëhet fjalë për mbështetje simbolike, bëhet fjalë për një mbështetje që peshon. Sipas kryeministrit, mbështetja për sektorin e bujqësisë do të arrijë në 100 milionë euro në vit, duke mos u kufizuar thjesht e fondet, por duke i dhënë prioritet projekteve efektive dhe qëndrueshmërisë së tyre. Për askënd nuk do të jetë çështje lekësh, për askënd nuk do të jetë çështje fondesh. Për gjithkënd do të jetë çështje e projektit të duhur dhe e garancive të duhura të dijes për zbatimin e projektit. Çdo projekt që do të jetë i duhuri dhe që do të mbështetet me dije nga ana e çdo aplikanti, as nuk diskutohet që do të financohet në një mënyrë ose në një tjetër, në një rrugë ose në një tjetër. Kryeministri vuri theksin në kapitullin më të vështirë me BE-n, të sigurisë ushqimore. Pra, nëse ti je problem për sigurinë ushqimore në lushnje, ti bllokohesh në lushnje dhe mbaron. Mirë po, instrumentat e kontrollit dhe mënyra se si zhvillohet jeta e fermës në tregun e përbashkët evropian nuk ka asnjë krahasim me çfarë bëjmë ne sot këtu, nga pikpamja e rreptësisë, rigorozitetit, saktësisë dhe cilësisë. Dhe prandaj duhet të përgatiteni sot çdo ditë për atë ditë. Dhe prandaj duhet përgatitemi në shumës sepse edhe ne kemi pjesën tonë përgjegjësisë në këtë aspekt. Platforma e prezantuar pritet të sigurojë mbështetje praktike dhe të drejtë për drejtë për fermerët, duke mundësuar qasje më të lehtë në udhëzime, trajnime dhe informacione mbi kërkesat e tregjeve europiane si dhe menaxhim më të mirë të produkteve dhe resurseve bujqësore.